ata popull që edhe në aspektin e qytetarëve kemi përmendur jo pak herë sepse vlen për të përmendur. Pra unë kam përshtypjen që kjo është një vlerë. Fakti që ne kemi qenë kaq qëndrestar në atë që besojmë se cilës familje i përkasim, sa kjo duhet padyshim që duhet përmendur dhe i duhet dhënë vendi që meriton. Patjetër, ndaj dhe unë përmenda vitin 1992, pra jemi ndër vendet e para mbas ndryshimeve demokratike në vendin tonë, që kemi kërkuar antarësim në Bashkimin Evropian. Pra vendet e para nga vendet e Evropës juglindore, mos themi të Ballkanit Perëndimor. Por megjithatë situata e solli për shkak të zhvillimeve të brendshme në vendin tonë që kjo aspirat nuk erdhi të realizohej që do të ishte në interes të vendit tonë, në interes të popullit tonë, por tu duhet pasur parasysh që edhe slogani i lëvizjes demokratike në vitin 90 ka qenë ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Evropa. Dhe jo më të kthehur ky slogan sepse aspiratat dhe interesat ishin të mëdha. Por ashtu siç e thotë ju, objektivi ka qenë i palëkundur i Shqipërisë dhe ky është një objektiv madhor që Shqipëria dëshiron të bëhet me kontributet e veta vend antar i respektuar i Bashkimit Evropian. Dhe tashmë situata e ka sjell, situata gjeopolitike e ka sjell që koha është e përshtatshme dhe Shqipëria mund të japi kontributin e vet në këtë drejtim. Po përse vlerësohet Shqipëria, domethënë edhe cilat janë ato pikat forta që Shqipëria ka që mund të kontribuojë në familjen e përbashkët evropiane. Në rast parë njëherë është shtatja dhe kontributi që Shqipëria jep në situatën aktuale gjeopolitike, duke pasur parasysh zhvillimet e ndryshme, zhvillimet në rajonin e Ballkanit në rast parë, të cilat natyrisht e kanë fillesën e tyre dhe ato në vitet 90 me shpërbërjen e ish Jugosllavisë, me problematikat dhe luftën që u krijuar në ish republikat e Jugosllavisë të atërshme, dhe natyrisht deri tek ngjarjet e Kosovës dhe shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Në të gjitha këto situata, në të gjitha këto zhvillime të Ballkanit, Shqipëria ka mbajtur një qëndrim shumë konstruktiv, një qëndrim koherent dhe një qëndrim të vlerësuar. Pra është përshtatur në zhvillimet gjeopolitike.